Po mendoj që bashkëlleku institucional duhet dikush ta sqaroj se do të dalëm për këtij çorsakakut dhe mendoj që ndoshta një krizë siç bëhet shumë në Gjermani, një krizë institucionale është një mundësi e mirë për gjykatën kushtetuese të sqarojë disa punë. Ne kemi vazhdimisht në këtë proces edhe para këtij rezultati, para këtij problemi ku vend kem pas sfida me drejtën e votës të diasporës, ku disa procedura sipas mendimit tim nuk kanë shkuar në atë formë si kanë duhet të shkojnë, që e kemë bërë ato një padi, po ajo nuk ka marrë parasysh, besoj që këtë herë gjykata kushtetuese ta merr guximin dhe të sqaroj punë, sepse këtu kemi 5 pika që mendoj që janë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Sqaron është konstatimi i shkeljes së drejtës për përfaqësim efektiv, ose qytetari i Republikës së Kosovës që ka votuar pa anim politik duhet ta ketë një përfaqësim efektiv, sqarimi i procedurave në rast bllokade, që na do ta bllokojmë çdo herë nëse nuk mbyllet ky bashkëlleku, tani një parti tjetër ose në një procedurë tjetër. Vendosja një afate të arsyeshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, nuk mundum të na presim deri verës ose në vjeshtë në ardhshëm që t'i bëjmë zgjedhjet, të bashkojmë zgjedhjet komunale me këtë farë gatrimi politik që të kemë tani, ndalimi i propozimit të përfaqësuar të njëjtë kandidat brenda të njëjtës legislaturë, nëse nuk i ka votat e nevojshme, na përshon që personi i cili është propozuar vetëm po shkon poshtë me vota, do të thonë do të më kriju një konsens politik ose me propozu dikon tjetër. Nuk mundesh vetëm të vazhdojsh me personin e njëjtë ta djegësh politikisht, pa pas arsye ta bësh këtë punë kur na shtakon dhe një zgjidhje tjetër, siç e ka signaluar, siç e ka signalin edhe opozita që ndoshta është i gatshëm ta votojë dikon tjetër. Edhe sqarimi i pasojave në rast të mos respektimit të afatit të vendosur nga gjykata kushtetuese. Do të thonë gjykata kushtetuese për herën e parë tash duhet ta tregoj që si gjykatë kushtetuese, tash me përdor termin politik, nuk është e kapur, po është një institucion i pavarur, është një institucion seriozisht. E dim që Kosova është e vogël dhe secili krijon dikon presion të dikush tjetër ose e ka një lidhje me dikon në aspektin politik, po tani është momenti i pavarësimit të gjykatës kushtetuese dhe tregojmë që jemi një demokrati serioze, ku institucionet e 3 shtyllave demokratike e marrin përgjegjësinë cilën e kanë. Unë si qytetar që unë pyet për shpresën, unë mendoj që shpresa duhet me vdekje fundit, po në këto raste që po bën më tepër, ju e dini çka ka ndodhur në drejtën e votës diasporës në ato farë vagona ku janë shku votat pa kur farë tenderit të hajële siç po bën tani Shqipënia, disa gjëra shumë çuditshme ose kanë pas afat ta përgatitin procesin, tani ky farë teatër, ky farë cirku atje që po ndodh, ku ju e shkeni që në Gjermani kanë votuar më vonë dhe tani e kanë gjetë zgjidhjen më shpejt se në Kosovë, që është një shtet me 1.8 milion banor, që edhe për qytetar nuk është absolut e pranueshme kjo farë procedure që po ndodh. Dhe kur të shikoni edhe demin financiar që 1.500 euro merr një deputet pa kur farë përgjegjësie pak, edhe 120 deputet pa vijë politike e krijojnë një dëm 130.000 euro në muaj në një shtet kaq të varfër në aspektin ekonomik, siç jetë për jashtë, është kjo nuk mund të vazhdoj kështu, dhe tani mas 7 herëve ose 8 herëve unë mendoj që është mjaftueshëm dhe që duhet të marrin tapa, sepse dëmi për Republikën e Kosovës, mos seriozitetin nga politikanët tonë është jashtëzakonisht çesharak edhe të pala gjermane kur shihet për jashtit. Kam një pyetje Idrisi, pra sepse e përmendet që keni dërguar edhe çështën e drejtës së diasporës për votë edhe rastin tani për sqarimin e gjykatës kushtetuese. A keni shpresë tani se do a pranoj, sepse gjykata kushtetuese i ka të rregullash se kush është palë e autorizuar pra për të parashtruar kërkesa aty. Domosdoshmërinë e një sqarimi kushtetuese kemi përmendur shumë herë këtu, mirë po ju e keni bërë vetëm për vullnetin qytetar, mirë po a keni frikë se nuk do a pranoj për shkak se jeni palë. Po nëse tash është një pyetje shumë e vend, mendoj që ne 45 sqaron atë drejtën për drejtën e votës ose organin si më thon si përfaqësim popullit ku vendi duhet ta merr seriozisht, tash do ta shohmë sqarojnë ajo dhe nëse nuk na marrin seriozisht si qytetar ose mu si qytetar që ka votuar në diasporë, atëherë ata duhet edhe ta japin edhe këtu një sqarim. Tash a ka dikush tjetër, ndoshta duhet me konë një qytetar pak budall që e gjun një guri guximtar që të marrin ndoshta edhe deputet pak një hovë edhe të organizohen ta bëjnë këtë. Unë e di që krejt partitë politike është përshtypja po ju konvenon kjo situatë, por nëse ju konvenon partitë politike, unë si qytetar e një obligimin cili ka votu që ta marrë hapin e parë ose ta marrë guximin. Unë mund t'ju them që kjo nuk shkon edhe pa kosto se advokat nuk punojnë pa pare, pa lek,
po kur të shikojsh dëmin financiar që krijohet, mendoj që ai kontribut pak i vogël nëse qytetarë që jetojmë jashtë edhe i kemi pavarësinë mundëm ta bëjmë këto gjëra sepse nuk kemi në varur për një partisë politike që na ka punësu ose nuk kemi në varur për një situatë të stil, na e kemi obligim qytetarë ta bëjmë këtë hap. Edhe tash unë jam i kënaqur që mediat pe japin këtë farë vëmendje, sepse sinqerisht më thonë edhe si qytetar dikur është ballë. Zotërisë, të falenderoj shumë për kohën që gjetët lidhur drejt për drejt me ne. Faleminderit juve për vëmendjen.